Pas kemi fest sot. Mirë se erdhe. Dita gat. Dita mirë shihet bankomat. Nuk ka. Dita gat E meriton me fillu marë. Masakis. Dajakujt ka thonë dita s'pëhet se mirë përshkon. E valla bob. Edhe këta ka dorës. E valla bob. Kemi Aledin në studio. Alen mirë se erdhe. Përshëndetje për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Top Radio dhe televizionit Syri. Faleminderit edhe juve për hapësirën. Kena quherë ta quash gjithë. Jo, zakonisht që më quaj herët, se jam demelov po vetëm. Miksimet i bëm avon. Jo, puna për demelov. Çu shpëndinja në studion tonë? Shumë rahat. Kemi këtë live, domethënë njerëz të ecin çant, frutat, Na përshëndesin, Tash e kemi hekit marrë, në fillim u kon problem, tash s'pikena fort problem. Ja më nuk ka marrë. Që Erduga mi marr biletat. Jepja shtu Dugës dy bileta. Ha Duga! Pola balonit. Më stuj masë jo kështu jo ashtu. Mu edhe më kara me provu diçka prej Aledit ma herët, po për këto të sotshmet jam shumë kurioz. Ky libër që është dorën teme, është një punë 15 vjeçare, e realizuar në pothuajse disa kafeteri Gjakovës. Po. Jo shumë, por pije ka shumë. Janë gjitha receta origjinale. Normal. Janë 15 llojet koktelave, 15 llojet koktelave. Cila shije normal të veçanta se cila për domethënë ti autor edhe i koktelave dhe i librit. Po, ky libër po tu thash. Libër meny, nëse kisha mujt me Me kraho. Hajde se unë i lexoj, le. Huba buba. Next. Passionate. Mood. Si është moodi juaj sot? Fresh Garden. Për zot me të mira tuja. Qasi me kafe dorën zemër. Side chick. Ashik. Ky kokteli është i mirë veç e emrin e ka të keq. Red carpet. Tapeti kuq. Sta kemi realizuar edhe në TV-sër në intervistë para 2 vjetë. Lovely. Her choice. Ai pret të zot. Por e merr loçkën me dalën date. Her choice. Le të zgjedh ajo. Zgjedh ajo po ti zgjedh. A peshe veçart që shkan hapësirë me vol diçka. Zakonisht ata që dalin në date se prekin shpletore. Ata janë të këshyrin një tjetër. Edhe limonada atë në fund. Limonadë dhe kafe. Domethënë këtë janë recetat shtëpisë, domethënë që kemi kriju çdo san vet bone natyral. Një foto na ka dërguar prej Bernit, një kohë në Bern me shipak, një dëgjuese jona dhe shikuese nga Zvicra. Po thotë jam një gjakovare që kam mall shumë për atë vend. Ju përcjelli në fund të javës sot dhe kemi fest, pa sonte që plus koktelat. Ja, Sashon e dita gacët. Që edhe dielli është na dal, domethënë, sot jemi të bekum. Nuk e di. Pra që sa vjet po të bohen që ke fokusu veten në koktele? Në koktele kam kalu domethënë 4 vjetër. Po zakonisht si profesional janë 3, se viti i parë kon shumë i vështirë derisa ja nisa më ambientu, më marr veten, më mësu senet. Do thonë që si profesional janë 3 vjet. Kohën e fundit, do thonë këto 8 muaj të fundit ju më angazhu shumë edhe ka una biznesit tash. Do thonë jam si shpitame, lokalin që shuna dhe kanë lokalin e vetën që është. Edhe jam si më thonë këtë kohën jam këtu bëu diçka të re, me pru gjana të reja. Po. A ki lokal a laborator, a dy në një? Dyja ka bak. Ka era edhe TikToker, këtë po këtë po abe video, dhe videot shumë interesante. Shumë bukura. Interesant shumë, a i njoj njerëz të koktelet këtu të na për shembull, a ka njerëz që dalin ekstra me pini koktel? Po, normal ka plot që do mos tash që jemi të bëu këtë kohën reklame të i prezantu koktelet të reja, po a pet nuk mundesh me pa ja largu ato klasiket, qysh se kishte mojito në meny, e qysh jo margaritën. Alla që pyetje margarita është pica koktel. Alo se kemi çu. Po jo veç unë sinqerisht e respektoj shumë idenë të pasurit një meny personale që ka veç ai lokal, që ka vetëm Aledi. Po, shkon aty me pi. Ato klasiket mund i pin kudo.
normale, gjithmonë. Me pi një diçka të krijuar për vetë teje është krejt tjetër eksperiencë, edhe I përket vetëm atij vendi, kështu që për gëzime. Për shtatë unë gjithmonë kam luftuar me bosana të reja që më kanë shumë të veçantë për marrë njerëz ekstra. Edhe besoj që e kam fitu që ta shakum ndar, derisa jam tepër I kënaqur se ka shumë njerëz që këtë kohën shkojnë vesin edhe vinë aty kërkojnë shijet, shohin se shka ka të re në qytet. Dhe ju kisha thonë edhe tjerëve që si kanë provu, ala, më ardhmi provu, se ka shumë sene që mundë mi ofru si bar. Normal për kaona, koktelave dhe rakia, që është primare për mu. Sigurisht. E cila është baza jote e preferuar e alkoolit? Mas shumë Cilën preferon me miksu? Unë mas shumë t'i punoj me vodka, po mas shumë t'i pi gjinin. A mas shumë t'i pi vetë gjinin, po punon me vodka. Kjo koka që ka thonë ai bën çka thonë, bëj çka të bëj unë. E çka është një farloj miti angrihet rakia. E di që kemi shumë njerëz profesional. Edhe disa njëri ka më na shaj që tarve që po që ka pyetje. Fillu prej meje. Unë s'jam ka foli, po unë jam gati për sy. Unë si më thonë kam si më thonë një friz që shkon deri minus 42 gradë. Aty dërzona. Edhe kur çon minus 42 ai arrin gradën e alkoolit edhe sa më tek kalon. Njerën ka ndodhur me jegë, ku mundu që është fajt për një zusi edhe u ndash mi thon po unë tash më zbona si gjakovari keq jo. Edhe gradacioni përqindja e alkoolit në jegër është më ulë se rakia. Po masandaj e kom provu me raki shtëpisë. Se rakia shtëpisë po flasim 40 e Po 40 I ka sigurt. Edhe kur ngri edhe rakia shtëpisë, masandaj e pyeta se çka është ndodhur edhe kur ma boni një djalë Gjakovës që na furnizon me raki, ngrihet I thash, "Jo, s'ka shansun." Vet nisi miksolog, jo dhe s'ka shans. Tek po, ta që si pyetjen TikTok ta provoj shka, edhe si kum qit jegën, kum qit mas pari, thash ti provokoj, edhe ta shohim se shka po thojen. Po. Edhe këtë komentet jo s'ka shans, jo ku kim su ti, jo këtë kundër. Po këtë kundër, këtë të gjujt, edhe qita videon tjetër me rakit shtëpis, jo false. Tash ti kur qita video tjera gjeshin ka dhe herë tjetër në rakit, tregoje që ka gradacion. Jo, gjeshin kaj dhe shishe, jo shishja 2 eurove, po shakali dhe shishja, në varet kualiteti sa është. Po varet kualiteti mrena. Me plastika me çelçi. Jo, plastiku kom, po mas andaj në hinën e kërset apo. Ja, ka rrezikshmëri, po. I kam provu krejt, është isha, si më thonë, martellin më kanë është punë e odorat. Po odorat është e blejna në Gjermani, do më thonë nuk në original, po dhe ajo konjak. Ka ma pa, adin grad ka shumë, po ngrihet. Pas ne kom provu vodka, gjina ti kom provu, përveç tankurejt, se nuk mu ka ngri. Se ka 43.5 se ka. A për 5 të së të pasaj. Po normal që tash... Sa ka absinti? 72 e ka. 72. Jo, ajo ngrihet, po do të konë normal mi te kalu. Po, Aled, qetsoje atë freezerin, adin, se pas ka pak tegër. Qetsoje, lëdhëtoj e ka pa. Pa, më mirë stila e njëri që ngrihet. E njëri minus... Sa ka njëri temperaturën e trupit 30 diçka, ha? Varet ekipi xhamës vesh. Për minus 5 e ka. E kemi shtu bashkë, kemi edhe dy për llojet koktelave ton. Kjo është passionate. Passionate. Po, është e bone për çka ka brenda? Passion frutit. Lemon juice ka, vodka, aperol edhe juice, orange juice. Okej. Është një shije pak më egër dhe më tharp. Se Lali jo ka pret diçmi kërkuar. Është si mandarin, si lloj mandarine. Lali t'ja ka qesin sy xixa, hajt atë. A hudhim? Se ja di dorën djalit edhe e di që ka bë punë fantastike. Nuk më largu kur puna prej dorës. A pihet me fund unë jo. Se unë e shoh reagimin e abitit. Ani çonë filo vetë. Ja, ju dy po. Çunat. Se unë zakonisht nuk kam orar të rakis. Po në tetë më quaj pi një birë. Çoni, ha, kërkoj falje. Shots në orar punës shunat. Që një apilojnë për musafirët. Unë e kam me vëzit. Kush shohet shumë sot? Që të ma mu ujnë ta. Ale, da pijet eks apo shiot? Qysh du shte, une pipi eks. Që unë me ujnë, hajde ka Ate vëzuar jeti. Vëzuar më dhe. Me eksa, hajde me fund, me fund. Shalën e pin tjetë. Jo, mos e ca ujë. Jo me fund. Ata ka dole. Aj, për të zëtë. Që i thom epit ka jerë, pasha qitë se fa. Edhe një. Nëse do t'ka dole. Notën? Që janë të procesu. Sa të shkon njerë. Ndijet të tharë, tham. Ndijet pak e jetë, tham. Ndijet pak e omla. Aj, për të Kretë në balancë, fantastik. Po të gjitha këto shije, që prit i lumi, zot, po vinë mas e po proceson
trupi gjithë këtë bombardimin e shocit. Gradacioni i alkoolit që nga optimal, domethënë i përballueshëm për të gjithë ata që pinë ose ata që s'pinë. Albana Zherka Babuni po thot kështu. Ke prej mallit për Gjakovën e kemi ndërtu barin si në Gjakov. E kemi ndërtu barin si në qashin e vjetën në Gjakov. Ju përshëndesim nga Suedia, Albana dhe Etmiri. E kanë bo një bar, domethënë, në Suedi si në Gjakov. Po do shoh një bëni video gjithë shyrshit ose shumë trend ku ka. Tepër. Ja bari shumë bukur, po në Suedi do të më shku. Veç të më vesh me tesha kombëtare. Mirë shumë Albani, ju përshëndesim. Edhe gjithashtu e kemi edhe një thirrje prej shumë e bukur Besnikut. Ja dhe Besniku na ka dërguar një fotografi të alpinizmit, i cili bën thirrje që mirëmëngjes plot për dashamirësit e natyrës, shoqata beshkatare Pashtriku në Gjakov. Aktiviteti për këtë vikend e diellën 20 prill 2025 do të jetë bjeshka e Oshlakut, maja e Arnenit, 19.485 metra lartësi. Bravo Pashtriku. Ecja po thot është e përshtatshme për të gjithë të interesuarit pa dallim. Lajmëroni në telefonin 048 79 90 19. Nisja të dielën në ora 8 mëngjes. I gjeni gjithsesi në rrjetet sociale, në Facebook. Sidomos në Facebook i keni gjitha përshkrimet e detajuara të gjitha aktiviteteve të shoqatës bjeshkatare alpiniste Pashtriku. Janë shembull. Krishnik Magjiri po thotë çka preferohet për në mbrëmje, për shembull, cili lloj kokteli? Po a dallon ditën natën këtu? Jo, nuk kanë normal ato që buhen me kafe, po këto espresso martini ato që pijen edhe natën. Po preferoj më shumë ditën, po për natën për momentin unë kam si koktel preferuar për veti ose nashta mënyrën që unë e bëj, jo këto që thonë unë, po që thonë njerëz, vodka sour është shumë kokteli i trend. Padyshim një prej favoritëve. Që mundi më lyp, do thonë në çdo lokal, po besoj që jo në çdo lokal e bëjnë një. Deki recetën tonë. Po kam recetën tëme, po gjithçka më kanë ai fruti mbrama, se nëse sot çaj fruti ka shumë shije. Fruti pasionit, ai më fare. Edhe çka pasionit, ose si një farë lloj vodka sour, po unë kam shtu edhe aperol dhe kam ndru diçka që më kon shije më ndryshme, më veçantë. Apo ka problem për gjetje të frutave, to ditë që tash edhe çmimet janë nis me shku për vjet. Çmimet në Elvanel, po passion fruti është gjithmonë e ka pasur. I paprekshëm. Ai me copë shitet me sa di. Po, normal ka edhe me kilo, po mund edhe me copë i ble. Jo, nuk kemi shumë probleme, vetëm normal që dallojnë këto stinët e këto. Po, mu kryesora këtë kohën i pas menten, është sani më i mirë se është gjithmonë fresh dhe në aroma. Edhe stimulon disa shqisa krejt tjera. Edhe tash kom kesh shumë në TikTok se bona një farë TikToki këtë kështu të pavedia, dhe të vaj gare. E kom, do të thonë, që koktelin fundit me krah, është dekori, shihet e livorja portokallit si rrumullake, si dredha. Edhe tash për mi bë dredha, duhet të më thonë mi pas një pepi, dredha to dhe mi bë. Po, vije drejt. Një proces. Po, edhe në qytet ku kemi kaçorrelet, edhe demek që shkaikin kaçorrelet mi bë flok, në desë çore. Do vonë që shok, edhe shihet edhe në foto, edhe ke shumë për të mirë këtë njerëz të morën pozitivitet të kesh. Fala ki nga miku jon Dion Musa. Po, faleminderit. Fala Lendit nga unë dhe Alban Zega. Përshëndesim qashin e vjetër edhe normal ekipën teme, Triumfin, Rrisin, Dionin, jemi një ekip shumë e mirë. Jemi familje, jo ekip. E qyshe i alat emrin lokalit? Nuk pëdi ma ome lathar ta Sweet & Sour. Se ma shumë me lathojnë ome lathar. Hajde ta provojmë edhe që të kuqalashin. Edhe kjo Sweet & Sour. Me mbyll. Fite si kësha thonë me nashu lulkuqen e Gjakovës, edhe mi prezentu kitë super pije. Sepse që edhe dill. Le që e ka emrin e veçantë, po edhe si pije shumë e veçantë. Tepër. Hajde ta shojmë apo jo pëlqen, që unë ujin gati e kam. Ndërkohë që na servon, Alan tregona përbamjen. Domethënë mos e zbuloj gjithë sekretin. Jo. Po ata çka duhet me ditë njerëzia. Ka sirop të malinave, lemon juice ka, vodka edhe është sosi sekret që nuk po i mi kallzu. Asa nuk doj me zbulu. Prandaj duhet më ardh me provu. Po na bëno gati. Përshëndetje për mysafirin në studio. Pse së thirret edhe Rion Musën me bo trika me letra. Këta shkojnë paket. Rionën e presin shpejtë. Qësësi.
Bëhi gati. Ka dole. Lebe që është si kongë e mirë, emrin që ka të mirë. Këtë mirë. Po dhe pijem bre. Hajde bre, gëzuar. Edhe erën e lulkuqës e pas. Gëzuar, vullnet. Gëzuar. Une me uj. Fit lumshin dur për muzikën. Uj bardh, une me uj bardha. Moj gani mete. Ata kopin vallën e dhe. Vallën. A këta e në pijak. Qëtë një dhe ka një. Buki edhe ka një. Kjo emrin lulkuqe ama gëxhapije për burra koka. Lulkuqe e bardh. Jo, normal ajo s'ka ta them. Gëxha për burra koka. Fjalon një emër të veçantë, edhe normal simbolizu pak qytetin tonë. Që ne më pas diçka si Gjakov. Nëse flasim pak artistikisht, realisht të sjellën men lulkuqen në momentin që e provon. Gëzuar edhe një herë. Sinqerisht, gëzuar. Dita gati e di. Për të zot. Tash më shkun qashi gjetër që kena bosin plazh aty. Ta veç janë nisën. Po tash u bozall aty. Unë e kom përsitja edhe shazlona. I kom përsitja edhe shazlona, e di, edhe qadra. Edhe veç ujin mongi, po kam një krut vogël, e shoj aty veç zhurmë, po ose mi marrni pës diku të gjatë. Jo bre, ato m'pëlqejnë, ato. Për ndryshe kisha lut punimet sa më shpejt në kryesën e vorrën e qaf, pa qarshi, s'ka lezet. A është ka punuar për ndryshe? Ska Gjakov pa qarshi. Po është të punu, po pëndohet një qytet atë raki që emigra, ata më shumë. Arled, unë të falenderoj shumë, edhe të uroj shumë sukses me këto pije. Tash e di që e keni jap një lloj mëlzimi edhe qarshis. Edhe për kontributin e për keq që po bëni për rinin ton të bukur, të pastër, të mirë. Unë sonte do marr një pini koktel me ty, pa alkool. A do ma bëni pa alkool? Ta bëj lulkuqe pa alkool. Lulkuqe pa alkool. E një lulkuqe pa alkool, kismet do ta pi. Alkoolin e edhe qit mamu. Alkoolin ta më qet tupli ti. Ta roj ty me vetë. Falenderoj shumë. Edhe të roj shumë sukses. A ki naj mesazh, naj diçka për fund? Edhe shumë faleminderit edhe për juve për hapësirën edhe që gjithmonë jeni inspirues edhe jeni mbështetës për leçë për një, po edhe për ma vjetë për çdo gjë që ju më përparoni njëri me pas energji pozitive për punë për çdo sa në jetë. Një mesazh për krejt nëse doni më arrit qëllimit, mos u nali kurse gjithmonë kemi arrit. Unë e filloj më kon shumë me tip out për çdo sa, po tash jam tu përparu kuos, faleminderit për çdo sa. Edhe i pyetje për fund. Për ndryshe. Edhe i pyetje për fund, ma mirë këtu atje. Ma mirë këtu se atje s'kemi shumë më bo. Atje muj me të gjetë rrok shumë të madhe me çet punë që ai ka bën. Pasha që se po që e bojmë që tu soparja gjithçka më.